Nëse na I qesëm një pjesë të bizneseve në tregun e lirë, unë po besoj që efekti që ka me qenë të na në kuletat tona, ka me qenë maj madhë se sa nëse na shtrejtohet neve 25% tarifat e energjisë. Kërkesa ka qenë ma shumë se sa 35%. Na kur kemi raportu në atë kohë, kemi raportu bazuar në disa burime, pa I pas këtë raportet, edhe kemi thonë kërkohet shtrejtimi i energjisë. Disa momente kanë thonë u kryu morë vendimi që ka qenë gabim, pra ka qenë lajm I ram sepse po e shohim që ende s'o marr vendimi. Pra, në atë kohë kërkesa ka qenë ma shumë se sa 35%. Do ka qenë përapërsisht 40% kërkesa e rritet. Tash, çka ka ndodhur? Prej analizave që është bërë, disa milionë nuk ju kanë njoft kecit. Mirë po, këtë 16%, nëse doni me spjegu pse ka ndodhur 16% dhe pse nuk ka ndodhur pjesa tjetër. Tash, 16% ju ka shtrejtuar energjia gjithë konsumatorëve. Po në ndërkohë, çka ka bërë Zyrëja? Zyrëja I ka thonë që çta 1290 sa biznese? 7 biznese kanë me dalë në tregun e lirë. Në momentin kur këta dalën në tregun e lirë, pra Zyrëja mo çta nuk I rregullon. Nëse nuk I rregullon, realisht nëse I kish rregullu, ish dashur më shtrejtu në ashti 35%, ashti 30%, po që kjo është. Kjo u gjetë domethënë ai inovacioni që I kanë largu e kanë fakti që I kanë largu bizneset prej rregullimit nën kupton që nuk ka pas nevojë më shtrejtu çfarë sa kërkuan në fillim, mirë po shtrejtu 16%. Jo ishte zbulim. A është 30%, a është 29%, bos kalkulimim nuk e di sa ka më pas ndikim. Mirë po, nëse mundem me sqaru prapë. Prodhoj neve na u ka shtrejtu më shumë se nëse mundem. Po tash e shpjegojnë në ato, po nëse mundem. Tash prej një qershorit, nëse zgaboj apo prej qershorit biznes kanë me dalë në treg të lirë. Nëse shtohet presioni, edhe eventualisht qeveria thotë ka dalë në veç pak. Nuk po dojna me qit bizneset në këtë në tregun e lirë, që është kërkesë legjitime e bizneseve, sepse kurrgjë njoftimi që ju ka bërë këtyre ka qenë I vonë. Nëse vjen, domethënë në këtë vendim dhe shtohet presioni I bizneseve, I kuvendit, I qeverisë dhe biznes nuk dalë në tregun e lirë, Zyrëja obligohet me hap një shqyrtim të jashtëzakonshëm të energjisë elektrike. Na shtrejtu edhe më shumë. Me na shtrejtu edhe një, na shti 15%, na shti 14%, na shti 12%, nuk di sa I bjen. Po obligohet në momentin kur devion plus minus 5%, Zyrëja është e obliguar me ligj, me hap shqyrtimin e jashtëzakonshëm. Hajde kallzon si qeveria o ma mirë mu prish me konsumatorin e thjesht, a mu prish me 1200 biznese? Shikoni, unë menoj që në përgjithësi, çka ka ndodhur në vitet e fundit ka qenë gabim, sepse në vitin e kaluar na po e shohim që është ul tarifat e energjisë elektrike për konsumatorët deri në 800 që shpenzojnë më pak, pra ul 8%. Në ndërkohë, po shihet që planifikimi ka qenë I gabuar. Duhet hetim çka ka ndodhur në dhjetor, pse na ka ardhur ky shtrejtim, po tash në situatën ku jemi, nëse na I qesëm një pjesë të bizneseve në tregun e lirë, unë po besoj që efekti që ka me qenë të na në kuletat tona, ka me qenë maj madhë se sa nëse na shtrejtohet neve 25% tarifat e energjisë. Sepse bizneseve kur ju shtrejtohet që ajo fatura energjisë elektrike, ju dyfishohet në 8 orë dhe deri në shkurt, bizneset na e dina që nuk janë bash për mashallah, edhe nëse kanë arsye me shtrejtu 5% një produkt, zakonisht e shtrejtojnë 10%. Se e shfrytëzojnë që të rast, sepse publiku nuk I gjykon shumë, edhe zakonisht na kemi pa që sa herë kanë pas një arsye pak me shtrejtuar çmimet bizneset kanë shku e kanë eskalu qëto. Pra, unë po besoj që normat e inflacionit që kanë me orë qeshore tutje kanë me qenë kogja më të larta dhe jemi të hyrë në një fazë të inflacioneve që ka me shku deri në shkurt. Pra, efekti ka me qenë zinxhiror, shto këtu që nëse ju shtrejtohet rryma bizneseve, bizneset mrena prodhuesit kanë me qenë më pak konkurrent mas pari në tregun e brendshëm, sepse nëse ai ka shit chipsin me 70 cent, tash nuk mundet na shtim me shit me 70, dhe me automatizëm ai biznesi I vendeve të rajonit I bën konkurrencë pas pari në shtëpi vet. E dyta, bizneset që eksportojnë kanë me qenë më pak konkurrent kur I eksportojnë ato, sepse është e logjikshme ju rritën shpenzimet operative këtu, ata obligohen me I rrit çmimet që I eksportojnë me automatizëm kërkesa bjen. Pra këtu kanë me pas një farë efekti zinxhiror.